أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا للظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد بن عبد الله المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Të nderuar vëllezër të pranishëm në këtë xhami, vazhdojmë me mësimet dhe porositë që i marrim nga libri Riyadus Salihin të Imam Neveviut rahimahullahu taala, i cili këtë libër ka përmbledhur ajete nga Kurani fisnik dhe hadithet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, të cilat i ndriçon besimtarit rrugën drejt Allahut subhanahu wa taala. Me lejen dhe ndihmën e Allahut të Dhul Xhelali wal Ikram, kemi arritur te hadithi 399 me radhë që nga fillimi i librit, ku Imam Neveviu rahimahullahu taala thot: "Wa an Samura ibn Jundub radiyallahu anhu anna nabiyallahi sallallahu alayhi wa sallam qala minhum man ta'khudhuhu an-nar ila ka'bayhi wa minhum man ta'khudhuhu ila rukbatayhi ومنهم من تأخذه إلى حجزته ومنهم من تأخذه إلى ترقوته رواه مسلم." Gjithashtu thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam hadithin 400 me radhë, që është i ngjashëm hadithin e parë: "Wa an ibn Umar radiyallahu anhuma anna Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala يقوم الناس لرب العالمين حتى يغيب أحدهم في رشحه إلى أنصاف أذنيه متفق عليه." Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, hadithi që transmeton nga Samur ibn Jundub radhiyallahu anhu, thot në ditën e Kiametit, ku të ringjallin njerëzit, dikën zjarmi e djeg deri te nyjet e kamve, zogu i kamës, e dikend deri në gjumë, e dikend deri në kërthiz, e dikend deri në fyt. Këtë hadith e transmeton Imam Muslimi sahihin e tij. Hadithi tjetër 400 me radhë, që transmetohet nga Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma, thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ditën kur dalin njerëzit para madhnisë Allahut dhul xhelal, kur ringjallen, "Yawma yaqumu an-nasu li rabbil alamin", atë ditë kur do të çohen njerëzit para madhnisë Allahut dhul xhelal, do të zhyten njerëzit në djersën e vet deri në vesht, ose të domethënë pulpat e veshëve të tij. Këtë hadith e transmeton Buhariu dhe Muslimi. Pasi që jemi në kapitullin që flet për frikën që duhet me pas nga Allahu dhul xhelal, sjell Imam Neveviu rahimahullahu taala këto hadithe që përshkruajnë dënimin e banorëve të xhenemit, dhe që secili prej nesh me ja kujtu vetvetes se nëse njeriu i jep të drejtë vetes me bë gjunahe, me i shkel kufi që ka caktuar Allahu, me i na përkamb urnat e tij, mos me madhru Allahun ashtu si duhet, kjo është fundi. Dhe se sot sa jemi gjallë, secili prej nesh ka mundësi me mbrojt vetën e tij nga zjarmi i xhenemit, me besim në Allahun dhul xhelal, me vepra të mira, me largim prej harameve, edhe e ruan veten prej kësaj situate dhe këtyre pozitave që mund t'i vinë njeriu. Kush ndalet dhe analizon këtë hadith, të cilin e ka treguar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, e kupton se do thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i ndan njerëzit në kategori sipas meritave që i kanë për të merituar dënimin e Allahut subhanahu wa taala. Dhe kjo situatë tregon se ky zjarr i xhenemit që ka për t'i goditur këta është aq i fuqishëm që dominon situatën dhe
ti dënon ata ashtu sikurse do të shijon në formën më të mirë dënimin Allahu subhanahu wa taala. Andaj janë disa mësime dhe porosi që dalin nga kjo hadith dhe hadithi që vijon pas. Se hadithi i parë flet për dënimin në xhenem. Hadithi i dytë flet për fillimin e dënimit me ringjallje. Hala pa kalu në xhenem. Se e kemi shëruar disa herë, po ka nevojë me përsërit. Do të si janë stacionet e ringjalljes. E para është dalja prej vorreve. Ringjallja, dalja prej vorreve dhe çon kom. Sikur se ka ardhur këtë hadithin e dytë, yawma yaqumu an-nasu li rabbil alamin, ditën kur do të çohen kom njerëzit për madhinë e Zotit Dhul Xhelal. Pastaj ndodh grumbullimi, mahsheri, ku këtë krijesat që kanë jetu dhe që do të ringjallen, grumbullohen bashkë. Në këtë mahsher, këtë grumbullim, u afrohet dielli njerëzve mbi kokë. Edhe djersitë e njerëzit sipas gjunave të veta që kanë. Edhe këtu ka në transmetim tjetër, se njerëzit zhyten në djersë e tyre deri në zogun e kamës, deri në gjumë, deri në bel, deri në fyt. Edhe normalisht ka besimtar që janë të strehum në hijen e Allahut Dhul Xhelal, a ditë që s'ka hije tjetër veç hijes së Tij subhanahu wa taala. Pastaj fillon domodin mas kësaj situate, dhe kjo është ditë e madhe, siç ka në Kur'an, fi yawmin kana miqdaru 50,000 sana, në ditën që vlera e saj sa 50,000 vjet. Vjen momenti i dhënies së llogarive. Se cili njeri ka me dhënë llogari para Allahut Dhul Xhelal. Allah ka me marrë pyetje vetë madhnia e Tij subhanahu wa taala. Ma minkum min ahadin illa wa sayukallimuhu rabbuh. Se cili për juve ka me fol Zoti vet. Ka me kujtue gabimet e veta, ka me kujtue punë që i ka bërë. Pastaj do më vjen kantari, peshohen veprat, ose regjistrat e veprave. Edhe normalisht ati që i randon kantari ka e djatha, shpëton. Ati që i randon kantari ka e majta, dështon. Pas të vjen ura e siratit. Dhe normalisht ai që ka shpëtuar ka përcen si vetima, e ka përcen si vrapimi i kalit, e ka përcen si vrapimi i shpejtë i njeriut, e ka përcen të ecë, e ka përcen zvarës. Dhe ai që kantarin e ka pas dallash, i ka rëndu kanë e majt, bie nga ura siratit në xhenem që është nënte. Pastaj xhenemliu shkon në xhenem sipas gradave të veta. Xhenetliu e ka kantarën mas urës siratit. Çka është kantarja? Është vend ku bëhet pastrimi i çdo llomi të gjunave që ka mbet në zemrën e tij. Puna i nateve, mërijave, zilijave, aty pastrohen. Pastaj vjen haudhi i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, do të thonë që ai është ai bazeni i madh, pishina e madhe ku derdhet uji nga lumi Keuther, e pas kësaj do më thonë hinë besimtar në xhenet. Edhe normalisht në xhenet ka deregje, është do më thonë kjo hymja të dera e xhenetit, pastaj vijnë deregje deri në Firdaus, e Firdausi është grada më e lartë e xhenetit. Andaj këtu i kemi dy hadithe. Hadithi i parë flet për ata që bijnë nga ura e siratit në xhenem dhe i djeg xhenemi sipas veprave që kanë bërë. Kjo është dënimi i parë në ringjalljen, aty kur djersitë e njerëzit edhe zhyten në djerset e tij. Këto janë mësimet dhe porosi që dalin nga këta hadithe. E para, lajmërimi për gjendjen e njerëzve në ditën e Kiametit. A ka ndodh kjo që ka treguar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam? Nuk ka ndodh. Hernes ka më ndodh. I mirë, ka i din Muhammedi sallallahu alaihi wasallam gjëra që s'ka ndodh kohën e tij, edhe 1400 vjet mas nuk ka ndodh si sot, edhe Allah e din sa vjet ka me kalu derisa ndodhin. E din për asaj që ka treguar Allahu Dhul Xhelal. Se askush të fshehtë nuk e din posa Allahu Dhul Xhelal. Alimul ghaibi fala yudhiru ghaibahu ala ahad. Allah është ai që e din ghaibin dhe këtë nuk ja tregon askujt
Kujt illa men irtada min rasul, përveç atij pejgamberit që është i kënaqur me të. Jo që këtë që ka mendohet tallmen nuk e din askush veç Allahut. Edhe atij që e ka informuar vetë Allahu xhelal. Këtë rast pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Dhe kjo është për mrekullive të pejgamberisë së Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Sepse për shumë gjana që ka tregu ka ndodhur ashtu siç ka tregu. Tash la përket s'muna me thotë që ka mendohet ashtu si ka tregu, ka ndodhur, se s'ka ndodhur, ka mendohet. Ama duke pas parasysh se shumë sene që ka thonë ka ndodhur, atë ne i besojmë edhe kësaj se ashtu siç ka thonë, ka mendohet. Pse? Sepse Allahu dhe thotë wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Ai nuk flet nga epshi i tij, nuk flet nga hamendja e tij, nuk flet nga qefi i tij, po flet për asaj që i shpallet. Andaj atë që tregon Allahu xhelal, ai atë na tregon neve. Asgjë më shumë se kjo. Dhe ky ajet kuranor tregon se fjalët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam janë shpallje ashtu sikur te Kurani. Dhe kjo ka argumente të shumta për këtë temë. Mjafton hadithi e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam që thotë inna ma utitu al-Qur'ana wa mithluhu ma'hu. Allahu më ka dhënë Kur'anin edhe një gjë të ngjashme me të, që është suneti e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Ose hadithi tjetër që bën vetë Imam Malikun muwattën atij, me senet të vërtet, siç ka në hadith pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, taraktum fikum amrayn lan tadillu in tamassaktum bihima, kitab Allah wa sunnati, u kam lënë dy gjëra pas meje, nëse kapeni për to nuk do të devijoni lehtëtin atë Kur'ani dhe suneti im. Andaj do të lajmërimi për gajbin është e veçantë e Zotit. Edhe pejgamberëve të Zotit që kanë informuar Allahu xhelal. Andaj nëse sot ndodh dikush edhe mundohet me të kallëzu për të ardhmen, çka i themi në atij? I themi gënjeshtar. I themi mashtrues. I themi fallxhor. I themi magjistar. Do të se ai i mashton njerëzit se din gajbin. Pa ka mundësi diçka me ndodh e saktë sipas asaj që thotë ai, po ka mundësi me ndodh. Pse? Sepse gjend që bashkëpunon ai me to mundohen me vjedh lajme që Zoti Dhul Xhelalu u ndan me laçeve. Gjatë ditës, gjatë javës, gjatë muajit, gjatë vitit të puna e se Allah i ka caktuar gjërat edhe i informon me laçe që ka me ndodh. Edhe në momenti kur domethënë Allahu ndan informatat me laçeve, shejtant hypin sikur se ka në hadith, njëri mbi tjetrin deri të ngriten lart në qiell e të vjedhin informatat. Yastalikun as-sama, si përmend Allahu në Kur'an. Mundohen të përvjedhin informata. E Allahu i gjun këta e gjine me yje. I gjun këta e gjine dhe më thonë me copza dhe meteore që i shohim na pas e në qiell ato duke udhëtu dhe duke lundru, është përmi i ishin zbrapës ata mos me leju me marrë informatat që Allahu andon me laçe. Pas e çka ndodh, këta gjenë që përvjedhin informata ose gjysmë informata, që ka tregu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, i përzin me 99 gënjeshtra. Edhe ja servojnë, ja ofrojnë atij fallxhori, atij magjistari me cilin ata bashkëpunojnë. Edhe ky fallxhori tash me 99 rrena te ka të vërtetë. Edhe andaj diçka për asaj që do të ndodh, ashtu siç ka thënë ai. Sepse është informat që ka vjedh nga ajo që ndan Zoti tek melaçet e tij. Dhe andaj besimtarët nuk kanë i bindur që mos të beson gënjeshtrave të magjistarëve dhe fallxhorëve, por të beson vetëm asaj që ka treguar Allahu në Kur'an dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam hadithet e tij. Gjithashtu, premtime dhe porosive që dalin nga ky hadith është friksimi me zjarrt të xhehenemit. Secili njeri kur dobësohet, kur ta rrok plagështia, kur t'i jap vetes lirinë e madhe, kur t'i zgjeson gjunahet, duhet m'ia kujtu vetë xhehenemin. Andaj shumë prej muslimanëve të mëhershëm, kur dëshin me bëj gjuna, çka bëshin? E meshin dorën dhe ndëshin mbi zjarr. A mundesh me duru? Jo.
Nëse ti s'mundesh me duru zjarmin e dunjas, që është shumë më i vogël krahasim me zjarmin e ahiretit, atë që është kemi duru ti zjarmin e ahiretit. Ande kujtimi i zjarmit të xhenemit, secilin për neve e ndal, e frikson, e shtin që edhe njëherë me analizu edhe me logjikua. Për këtë shkak, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i ka përmend këto situata të banorëve të xhenemit. Diken e djegë zjarmi deri në gjuhë, deri në zogun e kamës, dikan deri në gjuhë, dikan deri në bel, dikan deri në fyt. Edhe normalisht kur i kiti parasysh këto nivele të dënimit me zjarr të xhenemit, nalesh pak, ose për shembull rastin tjetër, në hadithin tjetër, që zhytet deri në vesht e tij në djersën ku ngulfatet njeriu për shkak të gjunaheve të veta që i ka bërë. Për me tregu se gjendja që nga serioze, gjendja që nga rrezikshme, dhe gjithë na kemi nevojë me pas frikë nga Allahu subhanahu wa taala dhe me i kry obligimet tona ndaj tij subhanahu wa taala dhe me largu pejgamberesa që na ka ndaluar. Dhe kjo gjithashtu na jep të kuptojmë rëndësinë e besimit në një shart për shartëve të imanit, besimi në ditën e ahiretit. Se kur flasim nëse besojmë në ditën e ahiretit, nënkupton edhe vdekjen, edhe begatit, edhe vuajtjet në varr, edhe ringjalljen, edhe shpërblimi me xhenet, edhe ndëshkimin me xhenem. Andaj kur besimtari e ka të qartë besimin në Allahun xhelal, me këto 6 komponentet besimin në Allahun, në melaqe, në pejgamber, në libra, në caktimin e Allahut dhe në ditën e ringjalljes ose në ahiretin të rësi, atëherë ka parasysh ai se edhe këtë situatë, se ky ahiret përbohat prej xhenetit dhe xhenemit. Edhe se kiameti për besimtarin fillon që me vdekjen e tij. Që nga momenti kur vdes, ndodhi kiameti për te. Se fillon jeta pas vdekjes. Nëse je i mirë, fillon me i gëzut mirat në varr. Zoti na ruaj, nëse je i keq, fillon me i jetu ose me i përjetu të këqijat në varr. Edhe vazhdon pas e kjo, edhe pas ringjalljes, nëse ke qenë për të mirëve, vazhdon me qenë në hijen e Zotit. Edhe vazhdon me pas përgjigje për pyetjet që të parashtrohen. Edhe të randon kantari krahun e djathtë. Edhe kalon siratin me shpejtësi, edhe s'ki nevoj me nejt në kantar sepse zemrën e kitë pasër, edhe pin ujë nga kroi i Kautherit tek havuzi pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, edhe normalisht kemi qenë për banorëve të xhenetit. Ama nëse si ke përmbush obligimin ndaj Zotit, je zhyt në gjunah, në shkeljen e këtyre urdhnave dhe në veprimin e ndalesave, atëherë që në varr fillon me dënim. Pastaj ringjallesh, zhytesh në djersët tuja. Pastaj qortohesh nga Zoti Dhul Xhelal dhe e kupton vetë se çfarë gjunahet shumë ta ke bë. Pastaj të randon kantarin në krahun e majt. Pastaj s'mundesh me kalu urën e siratit. Bie në xhenem dhe fillon dënimi sipas meritave që ki, jazaa'an wifaqa, shpërblim të saktë të plot sipas asaj që ti e ke merituar. Anketa është kjo besim në ditën e ahiretit. Për atë shkak, kur flasin hoxhallarët për besimin në Allahu xhelal dhe shartë e imanit, zakonisht përmenin dobit. Çfarë përfitojmë na kur e kemi të qartë besimin në ditën e mbrëmje? Të gjithë ulemat thënë domosdoshmë se njëra prej dobive është më kjo, se kur na kemi besim të qartë, të plot në ditën e ahiretit, atëherë ne do të i përmbushim obligimet sepse ka xhenet dhe shpërblim nga Allahu. Dhe largohemi prej ndalesave sepse ka xhenem dhe kemi frikë nga ndëshkimi i Allahut Dhul Xhelal që na vjen në atë ditë. Andaj Allahu subhanahu wa taala që thot walladhina hum min adhabi rabbihim mushfiqun inna adhaba rabbihim ghayru ma'mun. Dhe ata që kanë frikë nga dënimi i Zotit tyre, e ky dënim kur kush s'ka siguri për këtë dënimit. Edhe me këtë do të ja kujton Allahu dhe besimtarët që kujdes sjelljen tonë. Kujdes veprat tuaja. Kujdes çka e të bë, se ky dënim
domethënë ka me qenë i madh edhe i rënd, edhe askush nuk ka mundësi me ikë për këtij dënimi. Andaj jo rastësisht pejgamberi sallallahu alaihi wasallam shpesh i mësonte muslimanët që të bëjnë dua, në të cilën dua ka çka? O Zot, ruajmë nga azabi i xhenemit. Andaj për lutjeve që na mësonte pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i bën në namaz. Para se me përfundu namazi, ishte edhe lutja ku besimtari thot Allahumma inni a'udhu bika min adhabi jahannam wa min adhabi al-qabr wa min fitnati al-mahya'i wa mamat wa min sharri fitnati al-masih ad-dajjal. O Zot, ruajmë nga azabi i xhenemit, ruajmë nga azabi i varrit, nga sprova e jetës dhe vdekjes dhe nga sherri i fitnës së dajjalit. Kjo është për lutjeve që na ka mësuar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kur jemi në tashahhud, kur jemi në tahiyat, para se me përfundu namazin, para se me dhon selamin, me bëket dua. Allahumma inni a'udhu bika min adhabi jahannam wa min adhabi al-qabr wa min fitnati al-mahya'i wa mamat wa min sharri fitnati al-masih ad-dajjal. Kjo është lutje që ti çdo namaz, domethënë 5 herë në ditë minimum, me thonë që me kërku strehim të Zoti, me kërku mbrojtje të Zoti nga azabi i xhenemit. Këtë hadith e transporton Imam Muslimi sa uniti. Gjithashtu tregon Enes ibn Malik radhiyallahu anhu se lutja më e shpeshtë dhe më e madhe që e vonte pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ishte cila lutje? Cila lutje? Allahumma atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. Është për lutjeve që edhe na alhamdulillah këtë e din. Për lutjeve që nuk ka xhamati që nuk e din, nuk e ka mësuar. Flesh edhe të ri. O Zot, na jep një këtë botë, na jep një në ahiret dhe na ruaj nga çka? Nga azabi i xhenemit, nga azabi i zjarrit. Rabbana ose Allahumma atina Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar. Wa qina na ruaj nga azabi i zjarrit. Andaj edhe na duhet shpesh këto dua me i bë që sikur të treguam në dersën e kaluam, hadithi tjetër pejgamberit sallallahu alaihi wasallam se kush e lut 3 herë Allahun dhe më dhon xhenetin, Allahu i jep xhenetin. Edhe thotë xheneti o Zot, mundsojmë që e banori imi. Dhe kush 3 herë kërkon strehim te Allahu nga xhenemi, thotë xhenemi o Zot ruaje këtë njerëz prej dënimit tek unë. Andaj sa më shumë që na bëjmë dua, aq më tepër e sigurojmë veten me qenë të shpërblyer nga Allahu me xhenet dhe të mbrojtur nga dënimi i Allahut me xhenem, Zoti na ruaj. Gjithashtu, për mësimet dhe porosive që dalin nga ky hadith është dallimi i gradave ose niveleve në azab, në dënim. Kjo përmendëm në dersën e kaluar. Do thotë e përmendëm në si shembull njeriu me dënim më të lehtë, që ishte dënimi i miqjes së pejgamberit sallallahu alaihi wasallam Abu Talibit, ku 2 gaca, 2 prush ja djegshin mesin e këmbëve edhe i vlon të truni për këtë dënimit. Kjo është dënimi më i lehtë që mund ta ketë ndonjë banor i xhenemit. Zoti na ruaj. Më i lehti. Për më të rëndin, Allahu na ruaj. Andaj edhe ky hadith tregon se pas ka nivele në dënimin e banorëve të xhenemit. Dikush djegët deri tek zogu i kamës. Dikush djegët deri tek gjuni. Dikush djegët deri në bel. E dikush djegët deri në fyt. Andaj sipas gabimeve dhe gjunahave vjen edhe dënimi prej Allahut subhanahu wa taala. Thot Ebu Abbas al-Qurtubiu, thot s'ka dyshim se kafirat në xhehenem dënohen sipas niveleve dhe gradave të veprave që tyre që kanë bërë. Ashtu na mëson Kur'ani dhe Suneti i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Dhe se na e dim në mënyrë të prerë dhe të qartë se s'mund të jetë azabi, dënimi i atij që i ka torturuar pejgamberët dhe besimtarët, ka bë çorodhi mbi tokë dhe ka bë dame i barabartë me atë që do vetëm ka qenë kafir, edhe është sjell mirë me pejgamberët edhe me besimtarët, e s'ka bë kur një fal fesadi. Në dallon, këtë janë kafira, këtë janë idhujtar, ama dikush
është i drejtë, sillet mirë, ndihmon për krah, po nuk të beson. Sikur se rasti e Ebu Talibit. Edhe tjetër i cili Ebu Gjehli për shembull, s'u nuk nisej. Dënimi e Ebu Gjehlit dhe dënimi e Ebu Talibit, i cili vazhdimisht ka kundërshtu, vazhdimisht ka përsekëtu, vazhdimisht ka maltretu, vazhdimisht ka ofendu, vazhdimisht u mundu me çka ka mundësi me të eliminu, me të likvidu. Andaj s'mund në konë e barabart. Thot Imam Ibn Rajab al-Hanbali rahimahullahu taala, dije se banorët e xhehenemit do t'jenë dënimin e xhehenemit sipas veprave që i kanë bërë dhe janë bërë shkak me hinë xhehenem. Si thot Allahu në Kur'an, وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِمَّا عَمِلُوا, dhe secili do t'jetë në gradën e vetë sipas veprave që ka bërë. Dhe thot jazaan wifaqa, shpërblim adekuat, të përshtatshëm aq sa e meriton. Thot Ibn Abbasi radiallahu anhuma, thot i përshtatet veprave të veta, do të ashtu dënohen sa kanë vepruar. Thot nuk është dënimi dhe i ashpër i atij që ka bërë kufër dhe ka bërë çorodi edhe tullovim mbi tokë, e ka thirrë në kufër sikur se ai që s'ka qenë i tillë. Ande kush ka qenë vetëm qafir dhe s'ka bërë çorodi dhe s'ka thirrë në kufër dhe s'ka detyruar njerëzit në kufër, e ka dënimin më të vogël se ai që ka bërë kufër dhe i ka thirrë njerëzit në kufër dhe ka bërë tullovi. Thot Allahu dhul jalal në Kur'an, alladhina kafaru wa saddu an sabilillah zidnahum adhaban fawqa al-adhab bima kanu yufsidun. Ata që mohuan dhe penguan nga rruga e Zotit, atyre u ashtojmë dënimin mbi dënimin që kanë pas për shkak të fesadit që kanë bërë. Domthonë ai nuk ishte vetëm puna e kufrit, por edhe pengoi ke njerëzit që t'i përgjigjen ftesës së Zotit. Andaj dënimi i tij që ka grad mbi grad. Dënimi i parë për kufrin, i dyti për pengesën e përgjigjes së thirrjes së Allahut dhul jalal. Gjithashtu Allahu dhul jalal thot: "Yawma taqumu as-sa'a adkhilu ala fir'auna ashad al-'adhab", dhe kur ndodh kiameti, fut në familjen e faraonit në dënimin më të madh. Dënimi më të madh dhe më pas ka dënim edhe më të vogël. E tash pse shtin e faraonit dënimin më të madh, sepse ai veç ka filluar me përjetu dënimin në varr. Andaj kjo është për argumenteve që përmend ulemat për dënimin e varrit. Se ai njerë ka qenë në dënim, po dënimi i varrit krahasim me dënimin e ahiretit është i vogël. Andaj ajo që për në ahiret është edhe më e madhe, është edhe më e fortë. Gjithashtu thot Allahu xhall: "Innal munafiqina fi darkil asfali min an-nar." Me të vërtetë munafiqat janë në nivelin më të ulët të xhehenemit, walan tajid lahum nasira, dhe nuk ka kush me ndihmu atyre. Edhe kjo tregon se thot nifaku në besim, jo nifaku në vepra. Nifaku në besim, ku ti shef në gjoksin tanë, zemrën tanë e kufrin e qartë, ku jeti i bindur në kufrin tanë, por shfaq publikisht ki se ki islam edhe ki iman për t'i mashtu njerëzit dhe për t'i bërë dëm muslimanëve, ky njeri është në fund pusit. Andaj ky ajet dhe kjo nivelizim i dënimit të gjunaqarëve neve gjithashtu na jep për shembull ngushëllim kur e dim se sa munafika ka në mesin e muslimanëve dhe punojnë mi boshet muslimanëve. Se i themi na ngushëllimi jon këtë rast nuk është për t'i zbulu ata, se Allahu i madhërisëm ka me nxjerrë shesh kurthet dhe hilet e mashtruesve, edhe munafikëve. Por ngushëllimi për ne është se ai njeri me këtë vepër të ligë, me këtë shert të fshehur që e bën, ka me qenë për banorëve më të ulët të xhehenimit. Kështu që s'ki çka mërzitesh, s'ki çka ngushtohesh, s'ki çka shqetësohesh, lënje këtë punë Allahu dhul jalal. Se ai ka me ja dhon hakun se meriton. Pastaj kjo dituri që na e bën të qartë neve ndamin e nivelit të xhenemlive, na edukon ose na mëson si të sillemi me njerëzit. Andaj nuk është e njëjtë një besimtar i cili të ofron strehim, i cili të ofron ndihmë, i cili të ofron përkrahje, i cili do të mirë kupton, i cili nuk të pengon punën tonë, sikur se ai i cili i bën të gjitha të kundërtat. Të urrejnë, të
s'pengon, s'nimon, t'i fshel këtë dyrt, vazhdimisht ofendon, çan, nuk është njëjtë. Andaj edhe ti nuk duhesh mos sjell nisej me këtë. Që fatkeqësisht u përzihen disa muslimanë me këto situata. Andaj nëse ke të bësh temë një jo musliman i cili sillet mirë, sillet drejt, t'i jap dyrt, të ofron ndihmë për kraje, ti duhesh më koni drejt me të. Ti duhesh më sjell drejt me të. Edhe ti duhesh më ndihmu atë me përkatën punë e dunjas, punë e zakonshme, që nuk vindesh me rregullat e fesë Allahut subhanahu wa taala. Dhe normalisht nëse ai dikush torturon, maltreton, të më të nënshmon, të ofendon, mundohet me shtyp, mundohet me të padrejsi, atëre do më dhonë nale atë zullumin ati me drejtësinë e islamit. Andaj, Imam Neviu rahimullahu ta'ala i ka sjellë këto hadithe në këtë kapitull që ne e kujtojnë neve këtë të porosi dhe mesazhe që mund t'i marrim në më dhonë ne si besimtarë të cilët jetojmë në këtë kohë ku pa dyshim nuk ka mundësi askush për neve me shpëtu prej gjunave, pasi që të gjithë ne jemi të rrethekuar të gjitha anët me gjunat të lloj-llojshme të cilat na vinë domthonë në jetën tonë. Dhe për këtë shkak Allahu i madhëshëm neve na ka mundsuar pendimin gjatë ditës, gjatë mbrëmjes, gjatë javës, gjatë muajit, gjatë vitit, por ajo që është më e rëndësi është që vazhdimisht kërkojmë mbrojtje te Allahu Dhul Jalal nga dënimi i tij, sepse njëna prej mënyrave që mund të mbrohemi nga dënimi i Allahut që ka edhe duaja që na e bëjmë që adetëm Allahu subhanahu wa taala që të na mbron nga dënimi i tij, se fundi fundit Allahu është ai që e vendos me qenë i drejt me ne e me na shpërbli ku kemi bëu mirë, ose me na dënu ku kemi bëu keq, ose me qenë i mëshirshëm ndaj neve, me na e fal kur kemi gabu, e me na shpërbli kur kemi qullu. Na e lutim Allahun e madhëshëm që të na bën për atyre besimtarëve që vazhdimisht i kanë parasysh këto porosit Kur'anit dhe porosit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, e ruhemi pi gjunahave dhe lutim Allahut na ruan pi xhamit të xhenemit inshallah taala. Lutim Allahut na e bie të dobishme dhe vepra të mira, dhe përgjigjet në fjalë dhe vepra, dhe ashtu sikur se na ka tubuar në këtë xhami me mësu hadithet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Allahu na bashkoft në xhenet me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Wallahu taala alam, sallallahu ala Muhammedin wa akhiru dawana alhamdulillahi rabbil alamin.